kjo marrëveshje e detit është nga, me sa kemi parë, ka disa koka është nga premtimet elektorale që doktori i bën shqiptarve në Greqi, po duket që ja bën direkt edhe Greqis. Si ka qenë kjo marrëveshje? Ka qenë e mirë? Ka qenë në favor të dyja palëve apo cili është komenti, cili është opinioni juaj për këtë? Berisha është lojtari vjetër në Shqipëri, e di mirë se ku duhet i hedhë grepat dhe ku duhet i hedhë ato ganxhat e barkës së tij në këtë det dhe në këtë oqean të trazuar të zhvillimeve ndërkombëtare. Është në një pozicion delikat të vështirë, i cili lidhet edhe me të ardhmen e tij politike, por edhe me të ardhmen dhe me trashëginë e subjektit politik që ai ka, hallin e të cilit ai e mban dhe e bardh dhe po e gatuan me shumë sukses, me shumë kujdes. Këtë e shikon edhe tek listat që ka përgatitur. Marrëveshja e Berishës nuk ka qenë një marrëveshje e mirë. Asgjë të mirë nuk kanë bërë për 34 vjet në raport me Greqinë dhe në raport me çdo vend tjetër sa i përket servilizmit dhe për ulësisë në kurrizë të interesave shqiptare, të palës shqiptare, qoftë Rama, qoftë Berisha dhe gjitha qeveritë shqiptare kanë qenë në një rol inferioritetit absolut akut. Unë dua të them vetëm mbaj. Mos është më shumë si janë kapur. Mos është më shumë janë kapur se me këtë servilizm e ka kalu. Do të bëj një pyetje, një sekond pra. Vazhdoj. I bëjmë pyetjet. Prandaj se vona i pyetje. Kemi miku im shumë i ngushtë, po pyetje bëjmë. Ja, më fal, nuk e kisha. S'ka problem, mos jo nuk përzitem fare. Ideja është kjo që duaj ti je dakord me vendimin e gjykatës kushtetuese që e rrëzoi këtë? Po. Se unë kam qenë shumë dakord, ne kemi qenë një nga ata. Po. Pra, dhe duhet një marrëveshje e re për kur një gjykatë kushtetuese rrëzon një vendim të një qeverie X, Berisha, Rama, kushdo që tjetë, ka të drejtë kjo qeveri ta rivendosi pa brenda ditës? Ai ka të drejtë vetëm një gjë, vetëm në një rast, në qoftë se ai shëmb rendin këtu në Shqipëri, rendin kushtetues dhe shëmb klasën politike. Pra, domethënë është e pamundur kjo. Është e pamundur. Pra, këtë e ka shpjeguar ai admiral Vladimir Beja për shelfin kontinental, për kilometrat... Osmani, tani këtu vemi që këtu gjyrat e vendosin politikanët, gjyrat bejadet për fatë keqë. Duat them që pse ka qenë një marrëveshje e keqe. E keqe, dakor, këtu dua. Dhe qengelat që i kanë hedhur për arsye të tjera. Atere pse doktori super i zgjuar është gjenin në llojin e vet. Si ka mundësi që një marrëveshje të keqe e ripropozon? Pra kjo është një shkelje syri ndaj Athinës, se nuk është një gjë kaq e thjeshtë. Është një detyrim ndaj Athinës më shumë. Ose detyrim ose ofertë.